Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela ka prezantuar raportin e organeve të prokurorisë në vend para deputetëve në mbledhjen e përbashkët të dy komisioneve. Çela përsëriti qëndrimin e tij lidhur me draft kodin e ri penal. Sipas tij nuk janë përcaktuar synimet apo vizioni lidhur me të. Kjo piknisje përcakton edhe metodologjinë mbi të cilën do të ngrihet puna për draftimin e kodit. Pra, nëse ne do të kemi prezent sot cilat janë problemet që ka kodi, cila është strategjia, cila është pra komisioni ligjeve në këto vitet që ne kemi paktën kur unë kam raportuar, cilat janë problemet që ne kemi raportuar mbi zbatimin e kodit penal dhe që do duhet që të reflektohen në një proces të ndryshimeve ligjore. Cila është filozofia mbi cilën do ndërtohet një kod? Ku do ikim? Pra, çfarë po synojmë ne të arrijmë? Cilat janë objektivat? Vetëm për afrimi me licitacionet me ato çfarë janë kërkesat e integrimit, ky është një kriter i cili natyrshëm nuk mund të preki gjithë kodin penal. Pse? Ne me këtë kod penal bashkëpunojmë me të gjithë partnerët tanë. Kur në asnjë moment ne nuk kemi pasur një problem të dispozitave tona ligjore në bashkëpunim ndërkombëtar. Para se të nisë puna, ka një vizion ku do shkojmë ne me këtë kodin, pra cili është vizioni i parlamentit, cili është vizioni i qeverisë, cila është detyra që i lihet draftuesve të kodit, mbi shinat mbi të cilat do ndërtohet ky kod. Fakti që në mungesë një metodologjie, në mungesë përcaktimit nevojave, patjetër që unë nuk arrit do të shoh aty një reflektim të nevojave të shoqërisë. Ndërkaq socialistët ftuan Çelën të jetë pjesë e tryezave për përmirësimin e draftit. U bëra pak kurioz kur i dëgjova që thatë refuzoi të jap mendim për kodin e ri penal, pasi s'kam qenë dakord me metodologjinë, gjë që diku mund të kesh drejtë se unë këtu nuk e di, s'jam pozicionet tuaj. Megjithatë, më duket çike tepër ku ka më mirë se sa prokuroria përgjithshme, pikërisht edhe për shqetësimet që ju shfaqet këtu, të jepni një opinion të detajuar në lidhje me kodin penal. Qoftë edhe sikur ju mos jeni përfshirë aq thellë sa ç'duheshit në fillimet e saj, por kjo do të ndihmonte ligjvënësin dhe do ndihmonte këdo që kodi penal të përmirësohej në ato parametrat që ju thoni duhet vi. Çela në fjalën e tij u ndal edhe tek hetimi i krimeve zgjedhore, ndërsa vlerësoi ngritjen e task force-s në bashkëpunim me SPAK dhe KQZ-n për zgjedhjet e 11 majit. Referimet nuk kanë qenë të një cilësie, paktën ajo çfarë është referuar nga prokurorët të cilët janë të angazhuar në hetimin nuk kanë qenë të një niveli, le të themi, të kënaqshëm për të sjellë produkt në pikpamje të rezultateve të hetimit. Por, kjo s'do të thotë se këtu përfundoi detyra e prokurorisë, vetëm tek cilësia e referimeve. Ne kemi inkurajuar prokurorët që të kenë dhe një rol proaktiv, që lidhet me nisjen e hetimeve kryesisht për çdo informacion që mund të qarkullojë në media apo në burime të tjera sa i përket krimeve zgjedhore. Task Force-a në këtë aspekt, task force ishte një hap i parë, po themi, drejt një rritjes së ndërgjegjësimit dhe përmirësimit të infrastrukturës institucionale për të përgjigjur sfidave të krimit zgjedhor, por mendoj realisht që ka vend për përmirësim. Dhe ka komponent brenda kësaj task force, po edhe më tej, të cilat mundet të rishikohen dhe të vlerësohen për ta nxitur më tej përmirësimin, i cili më pas dhe të pasqyrohet në shifra konkrete. Çela tha po ashtu se qarku me koeficientin më të lartë të kriminalitetit rezulton Saranda, ndërsa është rritur numri i çështjeve të trajtuara nga prokuroria në rang vendi. Janë ndjekur gjithsej 47.576 procedime penale që përbën një rritje prej 4.79% në krahasim me 2023-shin, nga të cilat 24.956 janë procedime penale të regjistruara, 22.421 janë procedime penale të mbartura dhe 179 janë të rifilluara. Numri më i madh i procedimeve penale të regjistruara rezulton në prokurorinë pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë me rreth 35.5% të totalit të procedimeve të regjistruara në shkallë vendi, kurse me numrin më të ulët mbeten Dibra dhe Kuksi që janë diku në nivelin rreth 2.5%. Koeficienti i kriminalitetit për procedimet penale të regjistruara për 100.000 banor në vitin 2024 është 1.037, ndërkohë që në vitin 2023 koeficienti i kriminalitetit ka qenë 872. Në vitin 2024 përqindjen më të ulët për 100.000 banor të kriminalitetit e ka qarku i Beratit, ndërsa më të lartën rezultonte këtë pasur Saranda. Prokurori i përgjithshëm theksoi se duhet një zgjidhje ligjore nga ana e parlamentit për materialet arkivore.